Shtëpia e bardhë kundër pretendimeve të Joe Kent. Irani ishte kërcënimi i menjëhershëm. Pas dorëheqjes të drejtorit të qendrës kombëtare kundër terrorizmit Joe Kent, Shtëpia e bardhë ka reaguar me forcë, duke cilësuar si të pasakta shumicën e deklaratave të tij për kërcënimin iranian. Sekretarja e shtypit Caroline Levitt tha se Kent kishte bërë pretendime të rreme dhe se presidenti Trump dispononte prova bindëse se Irani po përgatitej për një sulm ndaj Shtetet Bashkuara. Këto prova u mblodhen nga shumë burime dhe faktorë. Presidenti nuk do të marrë kur vendime për veprime ushtarake kundër një kundërshtari të huaj pa informacion të plot, deklaroi Levitt. Ai theksoi gjithashtu se Irani ishte dhënë çdo mundësi për të hequr dorë nga ambicet bërthamore përpara vendimeve për veprime të përbashkëta me Izraelin, të cilat synonin të zvoglonin rrezikun për jetët amerikane.